28 shkurt, i përkushtuar dhe i qëndrueshëm. Unë ndoqa plotësisht Zotin, Perëndin tim. Atë ditë Mojsiu bëri këtë betim. Toka që ke shkelur me këmbë do të jetë trashëgimia jote dhe bijve të tu për gjithnjë, sepse ke ndjekur plotësisht Zotin, Perëndin tim. Jozueu 14, 8 deri në 9. Shumë njerëz e fillojnë shumë mbar jetën dhe më vonë u mbasin atë që dikur i bëri të suksesshëm. Ndoshta ishin shumë të njohur si të rinj apo të reja. Në moshën 40 vjeçare, jeta e tyre karakterizohej nga rëndësia, ndikimi dhe pozita. Është e vërtetë që individ të tillë mund t'i shohim edhe në kish. Po, mund të shohim veten tonë, si jashtëzakonisht të dobishëm për Perëndin. Mirëpo, shumë shpesh ne tundohemi të bëhemi mjeshtra të së dieshmes, duke e kthyer kokën pas te vitet e mira dhe duke u ankuar për mënyrën se si kanë ndryshuar gjërat. Edhe pse kjo është e vërtetë për shumë njerëz, kjo nuk ishte as pak e vërtetë për Kalebin, i cili i qëndroi larg apatisë së mundshme dhe vazhdoi të ecte në besim. Ai e kaloi moshën e mesme të jetës së tij në një mjedis as pak të dëshirueshëm. Që në moshën 40 vjeçare, ai ishte i detyruar të endej në përshkretëtir për 4 dekada, sepse njerëzit përreth tij nuk treguan besim në Perëndin. Megjithatë, gjatë kësaj kohe zhgënjimi dhe endjesh, Kalebi nuk u prek nga hidhërimi dhe pakënaqësia. Në fakt, në fund, gjërat u bën aq keq sa njerëzit filluan të kërkonin një udhëheqës që t'i kthente në ditët e mira të së shkuarës. Numrat 14:4. Megjithatë, askush nuk ka nevojë për një udhëheqës për t'u kthyer pas. Thjesht mund të kthehesh vetë. Ne kemi nevojë për udhëheqës që të na shtyjnë përpara. Ka një të nesërme. Ka ende breza që do të vinë. Ka ende qëllime për t'u shpalosur në planin e Perëndisë për botën tonë. Kalebi shfaq këtë lloj fryme. Angazhimi i dukshëm i jetës së tij të hershme u përputh me qëndrueshmërinë që ai tregoi në moshën e tij të mesme. Ai ishte i përkushtuar dhe i qëndrueshëm jo vetëm në të 40-tat, por edhe në të 50-tat, të 60-tat dhe të 70-tat. Gjatë dekadave, ai e ndoqi plotësisht Zotin. Për shumë njerëz, martesa, krijimi i një familjeje, shqetësimet për punën, çështjet shëndetësore e kështu me radhë, shoqërohen shpesh me humbje të zellit dhe të efektshmërisë frymërore. Të shumt janë ata që kanë plot burime, energji dhe mençuri për të ofruar, por që vendosin ta marrin shtruar, duke ja lënë veprën e shërbimit brezit të ardhshëm. Ashtu si izraelitët në shkretëtir, ata mjaftohen me mos interesimin, kritikën dhe cinizmin, duke mos arritur ta shohin shpërbërjen që po ndodh në jetën e tyre frymërore. Ç'mund të thuhet në lidhje me përkushtimin tënd, bisedat e tua dhe përparimin tënd frymëror? A janë ato njësoj si dikur? Sot ka një nevojë të madhe në kish, ashtu siç kishte edhe në brezin e Izraelit në shkretëtir. Për burra dhe gra me përvojë në besim, të cilët jetojnë të karakterizuara nga përkushtimi i vazhdueshëm në kohë të mira dhe të këqija, me kohë dhe pa kohë, ndërkohë që, gjatë viteve, ata ecin drejt trashëgimisë që Zoti u ka premtuar ndjekësve të tij besnik. Si do të duket kjo ecje për ty sot? Po pas 10 vjetësh,